nëse s'ke gjithë bojë që tërse, atëherë luje derë. Unë kam trem pak para se të fillohet ceremonia e hapjes. Zërë ka dominu frima shqiptare dhe kanë dominu autorët e vendit. Këtë vit, si asnjëherë më parë. Se sa është e vështirë t'jesh qoftë burr, qoftë grua, për të patur mbi shpatulla shtëpinë, është e vështirë, edhe për një mashkull dhe për një femër. Vranin rrethana të caktuara, e ka patur më të lehtë të hyjë në këpucët e një mashkulli, por dikur, domethënë ajo ndjesia e grave është më e fortë se forca e burrave. Zana ishte pak a shumë në jetën reale, unë ashtu isha në të vërtetë. Nuk është se kishte ndonjë ndryshim shumë të madh. Do bësh aktore në datë, me sigurisht. Po, normale. Ja dhe furgoni më i famshëm i qytetit. Si duket sonte të shërbej limonada. Gimoja. Të dashur miq, film dashës do themi, me që kështu e kemi në gjuhën për ata që i duan filmat, apo film dashës ju themi sapçe, dhe film dashësi që ka sjell këtë festivalin është Kashimeje, Sabedin Selmani. Do të thosh fajtori kryesor. Po, fajtori kryesor. Ajde më thuj tani cili edicion është edhe çfarë vështirësish ka të arrish deri te edicioni me numër që është fut në dekadën e dytë. Kjo është edicioni 14 dhe mendoj se shumë bukur ka rrugtu festivali në një vend si Joni, për arsye se ne nuk kemi salla specifike për kinemae, për festival. Ajo që do të them është një ndër çështjet e rëndësishme se kjo nuk është një kinema, por kjo është një festival. Dhe festivali është tematik. Do të më trajtu si filma autorial dhe përparësi e festivalit ose e kemi mundësinë të takohemi me autor edhe të flasim. Si vjen do takojmë regjisor, me që jemi në hapje, do me thënë kjo lloj përmbledhje do bëhet nga dita e parë deri në ditën e fundit, pra jemi më datë 15 shtator dhe deri të dielën do kemi goxha material për të marrë. Po kë do takojmë kryesisht këtu? Kush pritet të vi? Një ndër gjërat më të bukura të këtij festivali, mendoj nga gjithë festivalet, zërë ka dominu frima shqiptare dhe kanë dominu autorët e vendit. Po asnjëherë si këtë vit, si asnjëherë më parë. Kemi shumë regjizor të vendit, kemi shumë aktor, edhe filmat që janë nga Shqipëria e Kosova, prapë kanë shumë autor nga vetë Maqedonia, kolegët tanë. Aktor që luajnë. Dhe kjo na bën shumë plumtur. Është vërtet sapçe kjo që thua, sepse kohëve të fundit gjithnjë më shumë po shohim bashkëprodhime mes shqiptarëve, gjithandaj ku ndodhen ata, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, dhe ja një rast i mirë të shohim në një film shqiptarët gjithandaj. Për shembull, festivalin e Slemnisht e hapi me filmin Burri i shtëpisë, ku për protagonist ka zgjedhur Drita Kabën, Andamjan Murata nga Shqipëria. Që për ne është një fat, një aktor e jon, gjishtë në Sarajev, përgjigj Sarajev dje në Kosovë sot tetovë, dhe kjo është shumë kënaqësi e madhe. Sapçe dëshiroj edhe një diçka ta vë fokusin te ajo që është garues. Bën problem që është garues festivali, megjithëse artistëve nuk duhet të bëj problem, përkundrazi. Shif, gara në një anë është shumë e sikletshme, ndërsa nga ana tjetër është një lloj motivi që me i orientua dhe tjerët që të na befasojnë të ardhmen, që me motivu me punu ma shumë. Edhe sigurisht do kesh falënderime për fund, mund të drejtohesh andej nga kamera dhe ti falënderosh gjithë ata që të kanë mbështetur në këtë. Duke filluar nga organizatorët dhe personi që mban kamerën tash. Agimi. Patjetër do të më thonë se mbështetësi kryesor është Agjencioni i Filmit të Republikës Maqedonisë së Veriut, është Komuna e Tetovës, është Qendra e Kulturës, Europe House dhe krejt stafi i ëmbël që i kemi përreth. Do të thënë, të gjithë ata janë meritorët pse ky festival po mbahet, sepse është e vështirë 14 vite festival. Dhe publiku tetovar që çdo herë ndjek, që na ngarkon me një obligim që me vazhdu. Gjithnjë ta përsosësh më shumë festivalin. Ngarkon. Faleminderit që na sjell filma të bukur këtu në Tetov. Faleminderit ekipit edhe krejt qytetarëve. Edhe juve që na ndjekni edhe na mundsoni që të duken. Se vjet pra kam qenë pjesë e Odës edhe ishte krenaria, apo jo? Pjesë e rëndësishme e organizimit të këtij festivali është edhe Agim Abdullah, regjisori dhe miku jon, mirë se të gjejmë, prej të dera kanë filluar angazhimet, apo deri te skena kur do mbrim. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni gjithmonë përkrahas të festivalit dhe jeni vizitor të rregullt, dhe kënaqësi është më e madhe që këtë vit
ju shohim edhe si pjesë e ekipit tonë që besoj do kënaqemi për një javë. Agim, dëshiroj theksin ta vë te filmi që do jetë premier dhe i pari metrazhit të gjatë i yti. Filmi Koma. Po patjetër që është kënaqësi e veçantë që filmin e parë të metrazhit të gjatë ta bësh premier në qytetin tënd. Besoj që është diçka shumë e bukur dhe i ftoj të gjithë filmdashësit pas mundësive dhe uroj që të gjejnë kohë që ditën e diel më datë 21 shtator të vinë ta shohim filmin bashkë sepse do jetë nata përmbyllëse e festivalit. Pjesa më e madhe besoj ata që kanë mundësi e ekipit të aktorëve do jenë prezent. Në atë natë do kemi edhe ceremoninë e mbylljes së festivalit, ndarjes së çmimeve, do shohim Komën, do kemi edhe fest mbrapa, kështu që besoj që do jetë diçka e bukur. Në fakt, ne diçka që nuk kemi cek, Agim, deri më tani, atë pjesën e atmosferës mbrapa, që ka, për shembull, sonte do performoj një band muzikor që quheshte, si quheshte Adrian? Dopamin. Do me thënë një grup muzikor Dopamin, edhe në të tjera besoj do ketë muzikë për këtë pjesën e argëtimit, s'na keni treguar më duket. Po na ka ik si duket, po le të ngelet surprizë, po unë besoj që çdo natë do kemi surprizat të tilla të këndshme gjatë Plus kishte limonadë shumë të mirë, që kishte tjetër që nuk e kemi cek në intervista. Le të vinë njerëzit dhe nga afër ti shijojnë, ti shohin, mos ja tregojmë gjithë. Do me thënë pjesët më të bukura, ju akoma s'keni parë gjë. Apo jo. Vazhdoni ndiqni pjesët në vazhdim nga nata e parë, filmi Man of the House, Buri i shtëpisë, dhe më pas do përpiqemi të gjejmë edhe aktorët protagonist brenda filmit ose regjisorin. Qëndroni me ne. Adriana Ziri edhe unë kemi rolin e moderimin këtë edicion të Tifodës, edhe a je përgatit? Unë kam trem pak para se të filloj ceremonia e hapjes, por sidoqoftë do përpiqem me disa fjalë të shkurta të prezantoj Xhemazie Rizvanin, që është afër meje, e cila do të më ndihmojë që sonte të kalojmë sa më bukur dhe këto streset dhe treman dhe anktin që e kemi para hapjes festivalit, kur të hypim të shkallët dhe të ato drasa që janë shumë të çmuara për ne aktorët, të na humbin gjitha këto që i përmenda pak më herët. Ju faleminderit shumë, faleminderit edhe ty Xhemazie. Faleminderit Adrian, dëshiroj të sek që ti je në 2 filma në këtë festival, apo jo, në të gjithë të thirin Regjen, ama nuk je Regja aty? Po, nuk jam Regjo, do me thonë me datën 16, Everybody Calls Regjo, aty jam do me thonë marrë pjesë në atë film, po ashtu edhe me datë 18 në Kill the Children First, në regjitë Dimitar Orovçanec, po ashtu edhe jam një ndër kryerolet në atë film. Gjithashtu se harova ta cek nesër regjizori i Bërdeari, film fantastik, jo pse marr pjesë vetë unë aty, po e ka dëshmuar për festivale të ndryshme, që ka marrë pjesë edhe me premierat në për qytete, në për vendet ndryshme. Tani më veç se e ka turneja në për shumë vende në për Evropë. Edhe tjetra që duhet ta them për fund për Adrianin është se kur kalojmë pagesat rrugore, nëse rastisin aty Maqedon, të gjithë pa përjashtime përshëndesin Adrianin. Jo vetëm Maqedon, edhe shqiptarët përshëndesin. Që pagesa rrugore? Po dhe ka të punësuar edhe shqiptarë ka në pagesat rrugore. Po. A pse të njohin? Po më njohin për angazhimin tim në për serialet ndryshme, sidomos për serialin që ishte shumë aktual vitet e fundit. Këtë vit nuk patëm mundësinë që të realizojmë sezonin e 8 të serialit Prespaf. Faleminderit. Faleminderit. Faqim gjithsej 44 filma. Gjithë sot e dini se cilin film kemi ardhur që ta shohim dhe do të bëjmë hapjen. Pra do të shihemi filmin Buri i shtëpisë nga Damian Murataj, produkt nga Shqipëria, Italia, Austria, Kroacia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Вечерва заедно ќе уживаме во филмот Мажот на куќата од Дamian Murataj, продукција на Албанија, Италија, Австрија, Хрватска, Косово и Северна Македонија. Ky film, ku si protagoniste kryesore ka aktore nga Maqedonia, Drita Kava Garaga, pati premierën në festivalin e Sarajevos, ndërsa sonte pra ky film do të hap këtë festival. Овој филм, каде што во главна улога се појавува актерката од Македонија Дрита Кава Карага, имаше премиера на Сараевскиот филмски фестивал. Синоќа го затвори Прифест, додека вечерва имаме чест да го отвори Тив Ода. Damian Murataj është këtu i pranishëm, regjisori i filmit Buri i shtëpisë, dhe sigurisht ne jemi shumë kënaqësi dhe partojmë të hapë.
Ka herë që vinë të to, unë jam I lumtur ta shoh të sallë teatri, plot e përplot me shikues. Unë kam qenë I pranishëm tu qenë në festivalin e parë, Tetova International Film Festival, ODA, që është një emër kaq I bukur dhe kaq thot shumë për ne shqiptarët. Nuk është projekti im I parë që bëj me aktor nga Maqedonia e Veriut, për cilën kam një respekt I jashtëzakonshëm nga filmi I më parëshëm, Fajle e Gjakut, ku një ndër aktorët kryesor, Refeta Bazi, që I cili është sot këtu në sallë, Ilire Vinca, e cila dhe sot kolege e juris, jam shumë I lumtur që të jem sërish këtu, edhe sigurisht janë emocione të veçanta. E shoh që ky festival mbijeton, edhe me gjithë vështirësitë jam I sigurt që janë të natyrave të ndryshme, veçanërisht ekonomike, kuptohet, dhe unë po I filloj vazhdimisht pushtetit vendor dhe pushtetit qendror që të mbështesin festivalet të tilla për cilat janë kontributi kryesor I kulturës tonë kombëtare, që e bën atë në një hap me kulturat e tjera që na rrethojnë, por dhe ato pan-europiane. Para se të zgjatem më shumë për sa I përket suportit për këtë festival, dua të ftoj në skenë yllin e këtij filmi, Drita Kaba Karaaka, Sinqerisht gjithmonë jam e emocionuar, por kur jam para spektatorëve që janë spektatorë I qytetit, kur e kemi studiuar. Jam me Dritën, të cilën për herë të parë kur e kam parë me flokë të shkurtra, I kam thënë që I shkojnë shumë, dhe ajo më tha që I kam për një rol në cilin unë luaj një burr, dhe sonte po të them që kishe luajtur një burr shumë të mrekullueshëm. Edhe pse të egër, edhe pse me krizë identitetit të papërcaktuar nëse do të jetë burr ose grua, po e rëndësishme është që ti ja kishe dalë shumë mirë që ta sjellësh këtë lloj tundimi. Të përgëzoj, si u ndjeve sonte me komentet, me reagimet? Sinqerisht jam ndjerë shumë mirë, jam ndjerë kur merr komplimente nga kolegët, edhe për qafimet për zemërta, kjo është e tëra, edhe publiku na ka përgëzuar me gjithë shpirtin, edhe mendoj që tani marrim frytet e punës. Si u prit në Sarajevo, besoj edhe atje të kanë takuar njerëz shumë, cilat ishin komentet, sepse ndryshe është të shoh një publik që e di këtë temë të burneshave dhe ndryshe është publiku shqiptar që është shumë familjar me këtë temë. Realisht habitesha nga publiku që vinin dhe më thonin faleminderit. Tani unë gjithmonë e kam pak të vështirë të flas. Për rolin, a flasin tjetër, ata? Të flas për vete. E po, mendoj që ka marrë komplimentet më të mira dhe shpresoj të jetë ashtu që publiku vërtet marrë një mesazh, të kuptoj një realitet tjetër mbase nga I që njohin, apo se sa është e vështirë t'jesh qoftë burr, qoftë grua, për të patur mbi shpatulla shtëpinë, t'jesh trau I shtëpisë, është e vështirë, edhe për një mashkull dhe për një femër. Vrani në rrethana të caktuara e ka patur më të lehtë që t'jetë të hyjë në këpucët e një mashkulli, por dikur, domethënë ajo ndjesia e grave është më e fortë se forca e burrave. Është vërtet. Kështu që si duket ajo triumfon më në fund. Drita, një diçka më bënte përshtypje, sigurisht ti nuk e di çka të ka ndihmuar që ta kuptosh më mirë një burr, po e di që prej mbrapa ti dukesh komplet si një burr. Prej para dukesh si një burr, por nga që të njohim ne personalisht e kishim të vështirë pakës, të dinim që je Drita. Po çka të ka ndihmuar që të jesh tamam si burr? Aty është edhe marifeti I krimereve që cilat ishin kroate. Po ecura për shembull, ecura si një burr. Të ecurën kujt ja kishe kopjuar? Ecura, nëse mendoj që gjithçka ka të bëjë me logjikën, nëse ti e bind veten. Që je një burr. Dhe I beson asaj, sigurisht si tek të gjitha rolet, domethënë ty ish në lëkurën e një personazhi tjetër nuk është e lehtë. Megjithatë ne këtë punë kemi. Faleminderit shumë edhe të urojmë shumë sukses. Faleminderit shumë. Sala!
Mos të qomë të kalosh portën, mos të qomë të lumi, mos të qomë me djemë, more vesh! Zan, hispuni nga rruga ju palacio, se mërë atje, e dini se qupe, more vesh! Alessia erdhi në rolin e Zanës, ishte një rol shumë voluminos do thoja dhe ajo mjeshtërisht të luajti deri në fund. Alessia, ka qenë e vështirë për ty të luash në një rol të parë dhe kaq shumë rol i madh? Jo, për mua nuk ishte shumë e vështirë, sepse unë e kisha më shumë qef, dhe Zana ishte pak a shumë në jetën reale, unë ashtu isha në të vërtetë, nuk është se kishte ndonjë ndryshim shumë të madh. Do me të nuk kënaqe në rol, kush të ka ndihmuar më shumë se ta bëra për publikun pyetjen, po ta dinë edhe publiku në rrjetet sociale, kush të ka ndihmuar më shumë që ti rolin ta realizosh si duhet? Nga familja ime më shumë kanë ndihmuar pak mami, por të tërë kanë ndihmuar për pak më shumë mami. A ke shumë fansa tani që e kanë parë filmin, të shkruajnë shumë njerëz, të njohin? Po, më shkruajnë ca. Çfarë të thonë komentet bukura? Sa bukur që e ke marrë pjesë e filmi, mezi po presim të shohim filma të tjerë, këto gjëra. Të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Do bësh aktore në të ardhmen, sigurisht. Po, normale. Bravo. Aktorin e njohur, jo nga që është një publik i rëndom, po me që është edhe aktori me profesion, më së miri e kupton që të bëj një lloj përshtypje në fund, të ndaj me publikun se si të duk. Po. Gjithmonë është knajtësi kur të tof jepen filma shqiptar, edhe sidomos kur filmi nuk bëhet bajat. Se shumë e kena edhe si tradit filmat e festivalive nuk janë bashkë për publikun, po ky ishte një film që shumë lehtë e shifshe edhe u knaq që tu e pa. Edhe shumë ka pëlqyer për shkak se tregon shumë dimensioneve të femrës, edhe ato forcën e femrës që secila e kena brenda. Feminista? Jo feministe, po besoj drejta të barabarta dhe besoj që femra është gjithmonë më lart se veç ka krijuar Zoti. Për të drejta njerëzore apo jo? Të drejta njerëzore. Sabina, ti je pjesë e tifozës. Me cilin film? Po, me filmin Koma të dielën do e japim. E kam një rol të vockël aty, po jam shumë e lumtur që jam pjesë atij filmi, se është shumë i mirë. Po, kur flasim për role, nuk ka role të vogla dhe të mëdha, sepse mund të jetë shumë i vogël dhe ta ketë ndikimin shumë të madh dhe i kundërta. Ne të dëshirojmë suksese, atëherë po të ishim një media tjetër që shuan kurrështjen e publikut, ne tani do të tregonim që Sabina është azë. Po, me një vevush. Edhe prej tash e bi djali në për këto evente që të mësohet, që mos i vi që ti, po. Me filmat, me filma, me teatr, me muzikë, me krejt. Faleminderit shumë edhe sukses. Keni kuverta për vajzën? Kuverta nuk kemi çarçaf me plot figura. Po? Po. Cilën do zgjedhje ti për veten? Unë. Këta. Po me qenusha keni? A më një biskot frak?